Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjematin e rum, Allahu Gjeleshanuhu na begatoj gjithve që të kemi prindër, babe, nan, të cilët kanë qenë sebeb për ardhjen tonë këtë botë, po edhe për edukimin tonë. Prindërit përpos që kanë detyrë që nëse nxirret një evlat në dynja dhe janë sebeb që ai evlat vijen këtë dynja, duhet të angazhohen të edukojnë në mënyrën më të mirë. Derisa janë të vegjël, të mundohen vazhdimisht të mësojnë çka është e mira dhe si të largohen prej të keqes. Pra urdhënimin të mirë dhe ndalimin nga e keqja duhet fillimisht të bëhet edhe te evladi. Po, disa mendojnë se si të rritet e vladjen e mos ka nevojë t'i folë kur gjam. Jo, xhamat. Ti si prind e kije për detyrë ta këshillojsh dhe edukojsh vazhdimisht. Jo deri 8 vjen bylik, jo deri 18 vjet, jo deri 8 martohet. Po vazhdimisht mundohesh ta këshillojsh nëse e shet të nevojshme se i duhet ndihma jote. Pra prindi nuk duhet të ndalojë të folë me evladin e vet. Çdo herë të mundohet jo me dhunë, jo me të bërtitme, jo me të rrafme, jo me të keq, po të mundohet të zgjedhë fjalët më të mira dhe që të mundohet të edukojë evladin e vet se si është e mira dhe si të largohet prej të keqes. Disa familje shkaku i neglizhencës së prindve, shkaku i lanjes anësh të këshillës nga ana e prindërve, vinë që të kijen fesad vlla me njëri tjetrin. Sidomos xhamat kur është në pyetje të ndamja. Ka shumë raste që prindët duke menduar se ndonjëherë edhe pse o prind, nuk do thotë se ai nuk gabon. Edhe prindi ka mundësi të gabojë në mendim. Ai prindi ndonjëherë mendon se është keq ti ndaje e vladin. Ta nxjerrë sicilin shtëpitë vet, sicilin punën e vet. Dhe ka raste, prind, kur i thot ti pse si ndan, ja thot unë si daje vladin tem. Unë djem të mi, deri të sa jom gjallë, unë si daje. Po ti nuk i dan, ama në momentin që të vdeq javën e parë, dëhije belaja në mesin aty në vllaznive. Dëhije belaja e dëhije fesati, si da daj malin, si da daj punën. Njëri thot unë e kom kontribu ma shumë, ai tjetri thot jo, unë e kom dhënë mund ma shumë. Ai tjetri thot jo, unë e kom nis këtë biznes, ai tjetri thot jo, unë e kom nis. Edhe pastaj thirr hoxhën, hajde hoxho, si është e pajtesa këtu. Si ti pajtojmë? Xhamat kur të bëhet më lëmç komplet, si do ta rregullojë tash hoxha? Ai baba para 30 vjetëve se ka rregulluar problemin, e da rregulloje për një nat hoxha. Ti 30 vjet çat probleme ke pas shtëpi dhe nuk e ke dajt, nuk e ke rregullu, e tash kur vin dojnë hoxha për një natë të rregulloje. Si do ta daje hoxha për një natë? Dhe hoxha kur i thot që kështu, do i dhnohet dikushi. Dikushi do i dhnohet prej atyne. Pse se si ku vendon kur njanit, tjese në humbje. Sidomos kur është në pyetje ndamje e mallit. Dhe tash mendoj se hoxha mas ande ja ka fajn. Jo bes ti ka faj hoxha. Njerë faj ti ka baba jot, që s'ka dajt me vakët. Faj dyt është e i vllaznive me njëri tjetrin, që kur e kanë nis një biznes, nuk e kanë dajt. Se ne xhamat e nisim qashtu. Habe da nisim një punë, e mase kur të bon shumë para ati, tash si cili thot si dhe dajmë tash. Problem, se nuk u të u dajt 100 denar. Kur të vje punat e milioni, ndrojnë muhabetet. E humori si thot vlla gjiza me pare e ka pa dikundi. E xhamat pastaj thirrën hoxhallar që ti pajtojnë. Dhe kur ti i thot që kështune, ai një herë të merr në gryk, kur ta shohë se ti si e të i thon, ashtu si don ai, nesër s'thot as Zoti ka bull. As nuk të folën për u dhe as selam nuk tep. Pse? Hoxha ka kreka ai. Pse? Hoxhës mu më ka dhona i pare që të krej ka ai. Jo, unë ta këm kazu si e vërteta. Ama ty s'të ku vendon e vërteta. E xhamat, kjo është një problem i shpesht, që thiremi ne si hoxhallar, e na vëndojnë edhe në pozit keqe dhe neve hoxhallar. Dhe pastaj, kur të përfundohet e me gjlis dhe qesin laft keq për hoxhën, që ai krehen ka ki, krehen ka ai. Hoxha s'krehen ka kërkush,
po ty s'ka ardhur mirë. Ty s'ka ardhur mirë. E që mos vije puna deri te hoxha, baba duhet me vakët t'i daje evladin. A e martove? Po. Nis ka dal shif si cilin drejtojen atë anën e vet. Djemt i kanë bo ndoshta vet djemt janë bo pleçni më. Baba hala thot unë si daj djemt. Pse se si cili do të marrë këtë mallin aj. Njëri thot këtë unë e kam bo, ai tjetri thot jo unë e kam bo këtë. E tash kur i thushim kur i zhall baba i vet, ndaje me vakët. Ja thojte unë si daj djemt. Ka shti fesadin, një me një s'folin. E që këtu është një defekti mathene, që i lam djemt qashtu, e masën e kur vin vdekja, vin probleme. Si cili krejhen thot unë e këmbo këtë, unë e këmbo atë. Prandaj baba, që mës i lane e vladin fesat, duhet me vakët me i dajt. Po edhe djemt, nëse ndënjani e ka nis një biznis, është mirë xhamat definohen sendet. Ti o vlla, unë du ta çeli një firmë. A do të bëhesh ortak me mu, a nuk do të bëhesh ortak. Nëse da bëjmë këtë firmë, a do him me përqindje, a do him ta bëjmë një lloj marrëveshje. Që kur të vije puna e ndamjes, jo njëri ka kontribu për shembull 5 milion, ai tjetri si ka pru as 100 denar, edhe në fund thot hi se du. E tash që mos vijen kësaj problemi, duhet xhamat ta bëjnë një marrëveshje. Nëse kanë marrëveshje, në kohën e ndamjes dë ndahen sipas marrëveshjes. Ama nëse s'kajnë marrëveshje, atëherë ndahet xhims për xhims. E tash faj nuk o i hoxhës ati. Ai faj është i joti se ti me kohë nuk e ke dajt punën. Ti me kohë nuk i ke thonë kush sa gjit. E xhamat që mos e bim hoxhën në fund në vështirësi, edhe në gjendje të keqe, është mirë që njëherë fillimisht baba që ti rregulloje disa punë, po edhe vllaznit njëri me tjetrin ti definojnë disa punë, e kur të vije koha e ndamjes që të ndahen me muhabet, edhe të ndahen si vllazni, jo me fesate. Se me të vërtet shumë janë të udhthirë hoxhallarët, si cilën ditë hajde o gjësa gje vllaznit janë përla, hajde sa gje vllaznit janë i dhnu, hajde se vllaznit këtu copat e u bë, e kur shkojmë aty mase kush i pat fajt, hoxha i ka fajt. E pse hoxha ti ka fajt? Se baba jot s'ti ka rregullu punët, e vllaznit si kanë rregullu punët, tash në fund fajtori hoxha. E xhamat që mos vim kësaj gjendje, duhet, do thot edhe baba, edhe djemt me u ul, me i rregullu disa sende me kohë, e jo që kur të bëhet vonë, atëherë mos mundet kërkushit të gjejë zgjidhje. Kjo xhamat, inshallah taala, ti lam disa adete se unë si daj djemt. Disa pleçni mendojnë se si ti daje, di dhnoje. Jo xhamat, ma shumë muhabet bile dëkion kur të dahen. E disa pleçni të imbaj djemt me një vend, ata unë hije fesati ma shumë, grave unë hije fesati ala ma shumë, fëmijëve unë hije fesati njëni me tjetrin ma shumë, e ne në fund t'i bën vetë baba copa e vladin njëni me tjetrin. Te mendu se unë e dimba, sa ma nga tijën, sa ma shumë dë duhen. Xhamat, nuk o sa herë kështu. Ti mendon ashtu. Ama ti shif në teren çka të u bën. Në teren, djali me djalin s'folën. Gratë kanë nisë që hije fesati, çka pret ti? Sa kicët ti marin e ti dajnë. Dimbaun e me njod. Po pse me njod? Nis kada ti si cili duhet punoj që ata dahen xhamat. Pse ti mbash me një vend? Fetarisht, ku e ke gjetë këtë me një vend ti mbash? Ato i kanë bo ka 4-5 fëmijë ti mba me një vend. E masandet copa të u bo me njëni tjetrin. Jo, kjo është punë xhais, punë që ti dash si cili në udhën e vet, si cili ta dije çka të punu. Edhe kur dahet, si cili bëhet domaqin veti. Kështu, njëri rri, tjetri puno, hakin në krah të vllaut vet. Jo, ne të bëhet si cili në veti, domaqin veti edhe atëre ka gajlën vet. Njëna reje ço puno gjithë pin sabat deri në akşam fshin, pastro, laj, njëna rri gjithë në telefon. E këtu a drejtësi? A unë diba të hije dashnia. Jo valla su hije dashnia, ashtu vetë shejtanit ju hije ndërmjet. Vesh fesatit ju hije ndërmjet. A kur dhe jesën shpit vetë, dhe di, si dojnë ta pastroj, si dojnë jo. A kështu njëni me qetrin fillojnë xhamat nervozët, tensionët. Kështu që duhet, si cili prind, të mendoje vladin, të rregulloje, që mos ja ushtije fesatin. Se të mendu, se të vashtije dashnin,
ai përkundrazi vazhdim fesadin. E sot po shohim shumë familje të shkatrume si pasojë e neglizhencës nga ana e prindit që nuk i dan me kohë e vladin e vet. E ta dish momentin se kur duhet dahen, është edhe kjo një mençuri dhe urtësi. Inshallah Allahu Teala na japë mençuri, na japë urtësi dhe ta dim çdo send që të bëhet sakt në kohën e vet, edhe mos me leju që në familjet tona të fillojnë zankat, të fillojnë problemet, të fillojnë fesadet, so është xhamat problem nëse një herë do i dhënohet vlla me vlla, ma mbas edhe me u pajtu, ajo dashnia më nuk është. Ata mund edhe 30 vjet tjera masandet të rrojnë të pajtum, ama ajo dashnia që ka qenë fillim nuk është më. Kështu që sa su ka prish vllai me vllai, prindi duhet të thot me kohë të shohet i rregulloje e mos lejoje që të vijë koha e ndamjes së tyne e të ndahen me fesad. E kështu kemi hina për shumë situata xhamat, me të vërtet shohëm problemi kryesor është te çka jemi të përmend sot. Pra mos angazhimi i prindit me kohë që t'i rregulloje e vladin e vet. Inshallah Allahu Teala na bëhet mundshme që fesadi të largohet nga familjet tona dhe të kemi dashni vllaznit me njëri tjetrin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.